Surja El Fejr, Mekase, 30 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Betohem për muzgun e agimit dhe për 10 netët e para të muajt Dhul Hijje. Betohem për çiftin dhe tekun dhe për natën kur largohet. A nuk janë këto betime të mëdha për njerëzit e mençur? Vall, a nuk e di ti se çfarë ka bërë Zoti yt me fisin Ad, banor të Iremit, me pallate shumë shtyllëshe, të atill që nuk janë krijuar askund tjetër në tokë si ata, dhe me fisin Themud, që gdhendi shkëmbinjt në lugin për të bërë shtëpi, dhe me Faraonin, njeriun e hunjve, ku torturonte njerëzit. Të gjithë këta shkelën çdo kufi në vendet e tyre, duke shtuar atje shthurjen dhe korrupsionin. Prandaj Zoti yt lëshoi mbi ata kamzhikun e dënimit. Vërtet, Zoti yt është gjithnjë në prit. Për sa i përket njeriut, kur Zoti i tij e sprovon atë, duke e ngritur lart dhe duke i dhënë mirësi, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur e sprovon atë, duke ja ngushtuar mjetet e jetesës, ai thot: Zoti im më ka poshtëruar. Nuk është kështu, por ju nuk silleni mirë me jetimët dhe nuk e nxitni njëri tjetrin për t'i ushqyer të varfrit. Trashëgimin e të dobtëve e zhvatni me lakmi të pangopur dhe e doni pasurinë me një dëshirë të pakufishme. Por ani, kur toka të bëhet copë e thërrime, kur të vijë Zoti yt për të ndarë gjykimin me engjëjt të rreshtuar radhë pas radhe, dhe kur të sillet xhehenemi, atë ditë njeriu do të kujtohet. Por që duhet se u kujtua? Ai do të thot: si kur të kisha bërë diçka të mirë për jetën time. Atë ditë askush nuk do të dënoj siç dënon ai, e askush nuk do të lidh në pranga siç lidh ai. O ti, shpirt i qetësuar, ktheu te Zoti yt. Ti, i kënaqur me atë, dhe ai, i kënaqur me ty. Bashkohu me robërit e mi dhe hyr në xhenetin tim.